Selam aleikum hoxh, kur njeriu gabon, shembull një fjalë në namaz, a duhet ta vazhdoj namazin atë përsërit apet? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse ndodh që gabon një fjalë, e përmirëson atë, nuk ka asnjë problem. Nëse ndodh që në namaz gabove një veprim, përmirësoje. Nuk e ndërpret pra namazin, e përmirëson. Dhe në fund të namazit, pra ke gabuar një veprim, e përmirësove, ose për shembull harrove diçka e cila nuk është shtyll, atëherë në fund të namazit i bën 2 sejdë. Sepse vjen në një hadith që transmetohet tek Muslimi, pra se profeti alayhis salam ka thënë: "Fa idha saha ahadukum falyasjud sajdatayn." Kur pra ndonjëri prej jush, siç kuptohet prej hadithit, gabon, le t'i bëj 2 sejdë. Allahu i rujt.